Përshëndetje nga kuzhina e Nerit, sot kam vendosur përgatit edhe një recept të gurabijave që ju kënaqen me çaj apo me kafe, me çka të doni. Krejt që kanë nevojitën prej përbersve janë 500 g miell, 200 g gjalp të shkrier, një gotë e 200 ml me sheqer, një pluhur përpjekje për ndryshe peciv, 2 sheqer vanile, 2 vezë edhe 100 ml me qumshte nxehtë. Pra e nxehni qumshten dhe bismillah fillojna me përgatitjen e brumit. Marrim një enë ku hedhim 2 vezë, 2 sheqer vanile. Furrën e lëshojna me nxe në temperaturë 180 gradë. Hedhim sheqerin. Andej shtojna qumshtin e nxehtë. Një pluhur përpjekje për ndryshe peciv e qesim tek mielli. Mandej 200 g me gjalp, qesim brenda. Pasi që kemi qitira gjalpën, tashti i përzina të qështë të perset me telte durës. Pasi që kemi përzit gjithë për perset, tashti me bismillah morëm edhe shtojna mielin. Dal nga dal me pecivet së bashku edhe përzina brumin. Sfari me lugë, mandej si gjithmonë e ngjeshim brumin me duar. Koha ka nis me uftof, akşam qefi me çaj apo me kafe ju kënaqen si për vete, si kurse kur ju vjen dikush mysafir. Keni që të përgatit të shpejta, përgatitje të shishme, pashtu pa mos. Ja vlen ti provoni. Të buta mos të harrojna me theksu pamuk. Përzina brumin pra mirë. E kemi përzi brumin, tash morë miell edhe qesim brumin mbi trast të kuzhinës. E gjeshim brumin. Ja kemi qitë veç edhe pak miell, pra deri sa nuk ngjitet kështu brumi për duarve, e ngjeshim brumin. Një brum i butë, edhe ndojna në 2 pjesë. Tash morëm kokos, edhe brumin e ngjeshim prap me kokos. Kush e ka qef kokosin, unë e kam qef shumë pëlqen, edhe jo pra kush e preferon. Kush jo, na la neve. E ndajna gurabija tashti. I renditim në një tepsi ku kemi qitë edhe letrën përpjekje, furra është nxehur pashtu.
Tek pjesa tjetër e brumit marrim lejthia ose arrat e bluara. Qesim e ngjeshim brumin prap. Tash i ndojna tjerët kurabia në këtë masi. I rënditim tek kurabia tjera. Kurabijat i kemi qitë në tepsia, u kemi bën nga një vrim në mes. Tash e marrim edhe një formë, kështu i dekorojna, mundin edhe pa to heq, ashtu kështu si dekorut, si nuk i dekorut këto kanë me shku në barkë. Furra pra është nxehur edhe me një herë e fusim tepsin në furrën e nxehur. Edhe kurabijat i kemi prej furrës i kemi lënë pra për 20 minuta që të pjeken. Janë pjek shumë mirë si për funi, ashtu edhe për mi ashtu siç duhet me qenë. Tash lëna veç pak me uftuf. Tash që ty në kurabijave me lejthia që i kom qitë, e marrim sheqer pluhur edhe ja qesim kështu për mi. Gjithave. Mbas ja kemi qitë edhe sheqerin pluhur, tash e marrim marmeladë. Çfarë do lloje që ju dëshironi, unë e kom marrë pra të kaqave. Ja qesim kështu me shishe, ka pak pra brenda kur ja kemi bën atë vrimin me parë. Për mbi sheqer pluhur. Edhe kurabijat i kemi rendit kështu në një tabake, neve na befshin mirë, ju po ashtu nëse i provoni. Qëto me kokos i ndajna edhe i shefni vetë. Pa mok të buta dalin. Tepër të sheshme që ja vlen t'i provoni. Faleminderit për përkrojnë që ma beni komentet të bukura. Deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit ju tham miru pafshim. Faleminderit për 250.000 abonenta në kanalin tim që kanë bërë pra subscribe. Faleminderit e deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit edhe njëherë ju them miru pafshim.